Në këtë moment të shëndruar të rinjallës të Krishtit, doja të uroja gjithë besimtarët ortodoks, gjithë qytetarët e Sarandës, gëzuar festën e Pashkve, më shumë mirësi, shpresë, dashuri për veten e tyre, për familjen e tyre e për qytetin tonë të përbashkët. Je rasti që të uroj gjithë besimtarët ortodoks, çdo që ndodhen, por gjithë popullin shqiptar, se ne bashkërisht festojmë, gëzuar këtë festë të nderuar të besimit ortodoks, po janë festat të gjithë ne të gjithë së bashku. Dhe një gëzuar gjithë. Gëzuar Pashkë, urojmë të gjithë besimtarët ortodoks edhe gjithë shqiptarët, minoritarët, të cilët sot festojnë dritën të morën, të ndrijnë në zemrat e tyre edhe paqebartë në jetën e përditshme kudo që të jenë, bardhësi. Saranda binjakëzohet me qytetin e Opatis në Kroaci. Kryebashkiaku Stefan Qipa priti para ditën e të njëjtës në zyrën e tij një delegacion nga qyteti i Opatis në Kroaci për të nënshkruar marrëveshjen e binjakëzimit. Pjesë e delegacionit kroat ishte kryebashkiaku i Opatis Ivo Dujmić, ndërkohë që në pritjen e bërë nga Bashkia Sarandë ishin prezente edhe krenari Slamaj, kryetari i Këshillit Bashkiak, nën prefekti i Sarandës Ilir Hysi si edhe drejtori i filialit universitar të Tiranës në Sarandë, zoti Dhona Kote. Në fjalën e tij hyrëse kryebashkiaku Qipa i uroi mirëseardhjen miqve kroat dhe i bëri atyre një prezantim të shkurtër të qytetit turistik të Sarandës. Saranda është qytet me një klimë mesjetare, me
mbi 300 ditë në diell. Shti që dhe këtë ditë sot në ditë, ka rreth 120 asete arkeologjike, turistike dhe natyrore të kategorisë së parë, që ju do keni mundësin e t'i shikoni sot një pjesë bile e pat duke ardhur nga hoteli këtu, drejtimi kryesor i qytetit të turizmi. Kryebashkiaku i Opatisë falenderoi Bashkinë Sarandë për ftesën dhe tha se binjakëzimi do t'i shërbejë të dy qyteteve për shkëmbim eksperiencash në fusha të ndryshme, por më kryesorja e cila bashkon Sarandën dhe Opatim është turizmi. I moja zapravo dugo niz godina sam u turizmu. Une edhe punoj në turizëm disa vite me radhë. I vi imate strašan potencijal. Dhe mund të them që ju keni potenciale shumë të mëdha, Saranda ka potenciale shumë të mëdha. Dhe duhet që të punoni në këtë drejtim. Na prvo mjestu je sigurnost. Rep të parë është siguria, këtë e pashë që keni siguri, është në nivel. Onda one autohtone proizvode, duhet të keni produkte autohtone, ljubaznost, të jemi të afërt edhe këtë e keni. Gastronomin. I onda vam treba novac za polako sve bolje uređivat grad, infrastrukturu. Edhe mjetet financiare për zbukurimin e ambientit dhe të infrastrukturës. Dhe mendoj që këtë do t'ja arrini. Të shtunën në kishën Shën Harallambi në Sarandë në orët e para të mëngjesit u mbajt ceremonia ringjalljes fillestare të së shtunës së bukur. Qytetarët e Sarandës dhanë urimet e tyre për festën e Pashkëve. E gëzuar të jetë edhe të gjithë të na ruaj Perëndia, të na ndihmoj Perëndia. Edhe më të më mirë. Gëzuar të jemi mirë, të jetë gjithë populli mirë. Lumëturi, dashuri, lumëturi. Gëzuar, Kali Anastasi që i thonë, Shqip. Mirë më gëzuar për festën e Paskës, erdhëm për të kinonisur, si e kanë tani. Edhe pastaj të dielën nesër do pjekim, do bëjmë, kalojmë mirë. Χρόνια πολλά και καλά, περάσαμε με πολύ καλά, όμορφα καλά και καλά. Për shumë vjet të gëzuar dhe të kalojmë gëzuar ju të rinj të jeni të lumtur. Faleminderit. Nga do ta kaloni sot ose nesër? Nesër me fëmijët të dalim. Inshallah more djalë mbarësi për tërë dunjan, shëndeti, edhe ju qofshin mbarë dhe faqet mbarë kudo që veli. Να έχουμε καλό Πάσχα, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και ο Θεός να μας φέρει όλα τα καλά του κόσμου, για όλο τον κόσμο. Atë Gjergji pasi uroi besimtarët ortodoks të rajonit Sarandë Elvin foli edhe për ceremoninë e darkës ku shpjegoi se në orën 22:30 do të fillojë shërbesa e ngjalljes së Krishtit dhe në orën 24 do të japim dritën e Pashkës. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Ky është urimi ynë më i bukur, më i mirë. Ashtu si veza e kuqe shpërthen, ashtu edhe Krishti ringjallet. Pra zbret në hadh, zbret në përposhmet e ferrit, mund vdekjen, mund gjithçka të keqe dhe ringjallet përsëri në jetë. Pra, është i pari të vdekurve, i pari që merr mëkatet të gjitha dhe i pari që ringjallet. Dhe është ai që merr jetën dhe na jep jetën. Është ai vetë dashuria dhe jeta. Pra, Krishti është gjithmonë jetëdhënës, dashuria për të gjithë. Prandaj dhe unë, si besimtar, si klerik, si qytetar i këtij qyteti, uroj të gjithë besimtarët ortodoks, uroj gjithë popullin dhe e qytetit të Sarandës, gjithë popullin dhe besimtarët e qytetit Delvinës, kudo ku janë, rreth rrotull, besimtar ortodoks, njerëz të ndryshëm qytetar të këtij qyteti dhe rrethi, gëzuar Pashkët, për shumë vjet jeta, dashuria të na shoqëroj kudo. Gëzuar dhe njerë, paqim dashurin në familjen, në zemrat dhe në vatrat tona. Pra, zemra jonë të ketë përullësi, të ketë dashuri, të ketë gjithmonë një ringjallje për të gjithë. Gëzuar dhe për shumë vjetë. Dhe u falenderit. Si do të vazhdojnë ceremonit deri në orët e vona?
Neve sot bëm ngjalljen e parë fillestare të së shtunës së bukur, kurse në mbasdite nga ora 10:30 ose ora 22:30 do filloj shërbesa e ngjalljes së Krishtit. Dhe duke vazhduar shërbesën e shenjtë, në orën 12 do të japim dritën e Pashkës, drita që do të ndriçojë të gjithëve në shtëpia dhe në zemrat tona, e të cila do të ndriçojë rrugën të gjithëve, e do të jetë një shpresë dhe ringjallje jete për të gjithë. Dhe më vonë do të lexohet mesazhi kryepiskopit ton Anastas, i cili përshëndet të gjithë klerikët dhe besimtarët dhe gjithë popullin shqiptar dhe të gjithë njerëzit kudo ku janë për festën e bukur të Pashkëve. Dhe më vonë vazhdon mesha ynore sipas ritualit ton. Dhe do të mbaroj në mes të natës. Uroj dhe një herë gëzuar të gjithëve dhe faleminderit. Një aksident ka ndodhur pas ditën e djeshme në hyrje të qytetit të Sarandës, ku si pasoj një person ka mbetur i plagosur rënd. Si pas raportimeve, një automjet tip Nissan me targa AA 337 LF ka dal nga rruga dhe ka përfunduar në oborin e një lokali. Makina drejtohej nga 28 vjeçari Arber Xhelo, i cili për shkak të batimit të mjetit ka marrë plagë të rënda. Ai është transportuar në spital, ku bluzat e bardha të Sarandës i kanë dhënë ndihmën e parë dhe më pas e ka nisur drejt kryeqytetit për shkak të gjendjes tepër të rëndë. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti. Antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Jamar Maltezi pati një takim me strukturat e Partisë Demokratike Dega Sarand. Pjesëmarrës në këtë takim ishin antar të kryesisë së zgjeruar dhe Forumi Rinor i Partisë Demokratike Sarand. Takimi kishte formën e një bashkëbisedimi ku në fokus ishin çështjet e mjedisit. Në takim u fol lidhur me problematikat dhe prioritetet që duhet të ketë Bashkia e Madhe e Sarandës për çështjet e mjedisit dhe turizmit. Në bashkëbisedim u prekën edhe problemet e komunitetit të fshatit Zar me tokën, problemi i kultivimit të midjes, e cila ka dalë me një përqindje squfuri më të lartë se norma e duhur, menaxhimi i landfillit të Bajkaj, ndërtimet e palishme si edhe mbingarkimi urban i qytetit të Sarandës. Takimi i sotshëm kishte të bënte lidhur me problematikat dhe prioritetet që duhet ketë qyteti i Sarandës, Bashkia e Madhe e Sarandës në çështjet mjedisit, çështjet turizmit. Saranda është një pol shumë i rëndësishëm ekonomik, turistik i vendit, por gjithashtu dhe një pol shumë i rëndësishëm i mbrojtjes mjedisit. Me zgjerimin e Sarandës dhe përfshirjen e parkut kombëtar të Butrintit, kjo bëhet një zonë, një perlë e natyrës dhe turizmit të gjithë Shqipërisë, por ndoshta edhe të një pellgu të mesdheut. Me rritjen me krijimin e portit të Sarandës, me ndërtimin e terminalit pasagjerëve, gjithashtu është futur në hartat turistike të botës. Saranda pra ka nevojë për politika më të kujdesshme të ruajtjes mjedisit, të zhvillimit të turizmit, të uljes taksave për qytetarët në mënyrë që të nxjisë një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm për zonën. Këto ishin me pak fjalë tematikat për të cilat biseduam. Natyrisht biseduam se si neve si Departament Mjedisi dhe Turizmi mund të ndihmojmë në problematikat qoftë qytetarët e Sarandës, qoftë kandidatin e Partisë Demokratike për të qenë më pranë qytetarëve dhe për të ardhur me një program elektoral i cili ka kujdesin e qytetarëve në uljen e taksave, në zhvillimin e qëndrueshëm, në mbrojtjen e mjedisit, në zhvillimin e turizmit. Këto me pak fjalë ishin arsyet e disa projekte konkrete për Sarandën, nëse Partia Demokratike këtu në Sarandë fiton bashkinë? Atëherë, unë besoj që kandidati i Partisë Demokratike për Sarandë do jetë njëri vizionar, i cili do ketë vizionin e tij për rindërtimin e Sarandës në shumë aspekte, në mënyrë të ngjashme siç Partia Demokratike i ka mundësuar Sarandës portin e ri, landfillin shumë le themi ndërhyrje të mëdha në infrastrukturë. Unë besoj që do ketë vizionin që të ofrojë dhe në disa drejtime. Një nga drejtimet e para do të jenë në rihabilitimin urban të qytetit. Qyteti ka nevojë për parqe, qyteti ka nevojë për lulishte, qyteti ka nevojë për salla, për evenimente turistike, kulturore, në mënyrë që të zgjatet dhe koha e turizmit. Unë besoj që kandidati i PD-s do jetë vizionar vetë, por do ketë gjithë ndihmësën tonë
Departamenti ynë i mjedisit, pyjeve dhe turizmit ka mbi 20 profesorë apo doktor shkencash, të cilat janë të gatshëm të ndihmojmë për zhvillimin më të qëndrueshëm të qytetit. Unë besoj që pjesë e zhvillimit të qytetit bëhet gjithashtu dhe integrimi me zonat e tjera mjedisore të qëndrueshme. Cila mund të jenë disa nga sugjerimet e tjera, mund të jenë këto gujtat apo turizmi alternativ që mund të bëhet në zonat për të organizuar jo vetëm turizëm tradicional, por edhe turizëm alternativ. Mund të jenë ajo çka deputetët e PD-s kanë kohë që e bëjnë në komisionet parlamentare që kërkojnë uljen apo përgjysmimin e taksave të turizmit, uljen e tarifave të naftës apo të energjisë, gjithashtu rëndon direkt në xhepat e qytetarëve. Këto do jenë padyshim pjesë të agjendës. Natyrisht pjesë e agjendës do jenë rikualifikimet urbane. Saranda është një qytet i cili është mbi ndërtuar, por padyshim që ka mundësi në të cilin të bëhen projekte rehabilitimit urban, të krijohen lulishte, parkime, qendra kulturore, sociale për qytetin. A zbatohet ligji anti-duan në qytetin e Sarandës? Kjo ka qenë pyetja që APT News u ka drejtuar qytetarëve të Sarandës. Disa qytetarë shprehen se ligji anti-duan zbatohet plotësisht, ndërsa disa të tjerë shprehen se ligji anti-duan nuk zbatohet. Le të ndjekim opinionet e marra sot në qytet. A mendoni se zbatohet në ligji anti-duan, domethënë? Zbatohet. Në lokale nuk. Në të gjitha zbatohet, të tërë kështu nga Afrika. Të tërë nuk pin duan njeri. Në lokale? More në lokale edhe në bulevard, nuk shikon po fara të zeza. Në asnjë mënyrë. Nuk zbatohet. Edhe bile spide duhan Shkodrë edhe na kundërbuar. Si mendoni, ka fajin personat përgjegjës që merren me këtë punë, do të bëjnë kontrolle? Qytetarët vet. Ata nuk e zbatojnë? Ata nuk e zbatojnë. Mendoni se kontrollet janë selektive? Normal. Kush paguan, përfiton. A mendoni se zbatohet ligji anti-duan në Sarandë? Unë e për jashtë për vetë time. Në lokale ku? Në lokale nuk pjetë lokale, jo. Se po të pinë të dënojnë atje dhe ai që e pitë duhani merr një tavë e pi atje jashtë, si punaton këtu që jemi jashtë. Zbatohet, bravo i qoftë. Zbatohet. Po jo çmendim vini? Se pi duhani. Po se pi pare se kam jam rehat me këtë punë. Mirë, kur keni vajtur në një lokal, keni parë të pjetë cigare? Betas në lokalu. Nuk i lejë njeri bërna jo. Ata që pinë duhan, dalën pinë jashtë. Edhe kështu që kemi regula këtu. Kështu që mirë është njërë tani. Ka vënë regull. Me duhani nuk pihet fare. Më është. Ka vënë regull kjo qeveri. Për duhani u ka bërë komi. Jo, nuk zbatohet në asnjë vend. Nuk zbatohet, pak në aty ku ne frekuentojmë lokalet për të pirë ndonjë kafe, nuk zbatohet. A mendoni se kontrollet nga personat përkatës janë selektiv dhe nuk i Mor kontrollet s'kemi parë fare. Për këtë punë nuk e di se shpërgjegjshmëri ka institucioni që e mbulon këtë sektor, po unë të paktën s'kam parë. Si mendoni, a zbatohet ligji anti-duan në Sarandë? Anti-duan Sarandë zbatohet vetëm për jashtë. Jo, zbatohet vetëm për brenda, jo jashtë. Nuk pinë njerëz? Jashtë lejohet jashtë. Po. Ka tavlla ka gjitha jashtë, në ambient të hapur. Lejohet. Edhe njerëzit ka nevojë për atë, edhe lokali ka nevojë për njerëzit. Sepse kemi rastisur që të pije duan brenda lokal? Jo, brenda jo. Jo, në lokale që unë pi gjithmonë lidhe me shokët dhe pi kafe, janë të ndara. Ka vende për shembull që pinë jashtë, në terren për shembull, ajër të pastër. Kurse brenda nuk lejohet, nuk të vëdet tavë duani. Domethënë edhe kryen të tëra ato veprimet që duhen, nuk mund të thuash që nuk zbatojnë.